Redaksin ton një gjuajtje me armë zjarri tek stacioni autobusëve në Pej, ka ndodhur, raporton gazeta Sinjali. Mësohet ekskluzivisht se pas të shtënave që ka ndodhur së fundi në Pej, dyshohet se janë përfshirë 2 persona të njohur për organet e rendit, Miftar Dragaj dhe Dardan Mana i njohur me Nofkën Manila. Burimet e afërta me hetimin bëjnë me dije se përplasja ka eskaluar në përdorim armësh zjarri, ndërsa rrethonat e sakta dhe motivi i incidentit mbeten ende nën hetim nga njësitë kompetente të policisë Kosovës. Nga vendi i ngjarjes tani në lidhje direkte kemi kolegën ton Alberta Gjini, e cila do të na sjell edhe informacionet e fundit në lidhje me rastin. Alberta, lidhja për juve. Përshëndetje Kron, ashtu si ti e ceke pak më parë, unë tashmë kam ndruar lokacion dhe jam në Pej dhe mbrapa meje stacioni autobusave, ku pak më parë, pra rreth një ore e ca, ka ndodhur një përplasje me armë zjarri mes 2 personave. Thuhet se personat janë ata që ti ceke edhe në fillim të kësaj, Miftar Dobraj dhe Dardan Manaj, i cili ky fundit njëhet edhe me Nofkën Manila. Thuhet se kanë pasur një mosmarrveshje me njëri tjetrin kohë më përpara, ku djali i Manajt kishte qelluar ndaj Dobrajt dhe kjo dyshohet që do jetë ky konflikti, pra që ka shquar në përshkallëzimin në ditën e sotme me përplasje me armë zjarri. Unë mbas meje është dhe stacioni autobusave, unë pata edhe fola dhe me disa polici të cilët ishin këtu dhe po hetonin dhe ngjarjen, të cilët kishin dalë me patjetër për të marrë informacionet e tyre dhe çfarë kishte ndodhur me të vërtetë. Ata thanë që nuk kishin dhe shumë informacione rreth kësaj ngjarje, por dyshohet vetëm se ka pasur të shtëna me armë zjarri dhe nuk dihet se sa plumba janë shtënë, pra dhe nuk dihet më tepër se çfarë ka qenë kjo përplasje në detaje më të hollësishme. Ashtu siç edhe unë e ceka dhe të thash pak më para, duke folur dhe me policinë e shtetit, me ekspertë të cilët po merrnin të gjithë informacionet e duhura gjatë kësaj kohe, pra që ka ndodhur ky incident, pra kjo përplasje armatosur me armë zjarri, pra në stacionin e autobusave, thanë që nuk kishin marrë dhe shumë informacione, por që kishin pasur probleme me njëri tjetrin dhe kishte pasur dhe konflikte të më pashme mes dy personave të cilin ishin hasur pra sot dhe kishin përplasje me armë zjarri. Që kemi folur, keni kuptuar ndonjë informacion shtesë në qoftë se dikush është lënduar gjatë këtij incidenti apo në qoftë se janë arrestuar shkaktarët e tij? Po, Kron, unë pyeta dhe nëse ka pasur të plagosur pra në këtë shtëna me armë zjarri, por nuk thanë që nuk ishte të plagosur dhe nuk ka pasur të lënduar të tjerë me atë sa morëm informacione në vendin e ngjarjes. Fatmirësisht nuk ka pasur ndonjë të lënduar. E qartë, mirë Alberta, faleminderit shumë për kadërshmërinë, për ta bërë edhe një terren ekstra dhe për ta ndjekur informacionin si gjithmonë. Është shumë kënaqësi të kemi lidhje të tilla, e sidomos kur janë ekskluzive si kjo. Faleminderit shumë për punën, Alberta. Faleminderit ty, Kron.